Interesante duket kjo, Gjermania, që po... Nëpërmjet kujt? Aos nëpërmjet spektrit politik? Nëpërmjet kancelarit Merz. Nëpërmjet mekanizmeve. Nëpërmjet mekanizmave të EPP-s, antare e cilës është Liga Demokratike e Kosovës. Nëpërmjet LDK-s, pra po i bie që propozimi Abdigjiku ka një dorë gjermanen të, a i bie kështu se po e zbërthejmë kadale këtë çështje. Nuk kisha thonë bashkë në këtë formë, por parafërsisht aty dikund. Kërkoj ndjes, po unë si gazetare kam për detyrë t'i nxjerr detajet dhe kjo po duket shumë interesante. Urtak për herë të parë po thuhet një gjë e tillë. Dhe krahas kësaj, natyrisht unë në VMC të debatit, pas një diskutim në pyetjen themelore, sukses ose dështim, zonja Hajdari për ty? Realisht më duhet pajtohem ndoshta për herën e parë me zotin Matoshi dhe me Fidanin ashtu me zotin Matoshi që megjithatë ka qenë e pritshme, domethënë epilogu i këtij takimi sot, por megjithatë unë e shoh pak më ndryshe, si pozitive angazhimin Po, e shoh si pozitive angazhimin e presidentes për t'i dhënë një mundësi diskutimin në tavolin, edhe pse jo edhe uljen e tensionit nëse potencialisht ekziston mes leadershipit shqiptar, mes partive politike shqiptare. Nuk e shoh shumë problematike faktin që s'ka qenë e ftuar lista serbe,